Përshëndetje miq të Agora News. Do të flasim në këtë intervistë për debatet e djeshme që ndodhen në Kuvend, ku kryefjala vazhdon të mbetet imuniteti i zonjës Belinda Balluku. Pse qeveria nuk merr masa për këtë çështje kryesore? Mos ndoshta kanë frikë nga Belinda apo mos ka diçka tjetër për të fshehur? Për këtë debat dhe shumë çështje të tjera të lidhura me Kuvendin do të flasim me avokatin Gylçen Shlima. Zoti avokat, ju përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ju falenderoj shumë për pranimin. Në fillim fare dua pak që të zhvendos të thënë drejtën opinionin e audiencës tek një ngjarje e cila ndodhi sot që në Palatin e Brigadave u betuan ministrat e rinj të kabinetit Rama, ku pyetja ime ka të bëjë fakt me nëse shkarkimet e Ramës ishin një tentativë që ai të mbate pushtetin apo se ai kërkon të dalë nga kjo punë duar lar. Betimi i ministrave të ri dhe emrimi nga zoti Rama është treguesi i qartë që ai thotë: unë qeverinë teknike pothuajse po ju a bëj gati sepse personat të cilët unë propozova nuk kanë ngjyrë politike në kuptimin partijake, të kthuash që këta kanë një prezencë politike, qëndrueshmëri, mendime, leadershipi në sektorin që ata mbulojnë apo në qarkun që ata janë. Pra ata janë teknokrat në aspektin e zbatuesit të porosive dhe jo ata të cilët do të dalë në publik, do të kenë një prezencë publike, do të kenë një qendrim publik dhe do merren në konsiderat një linjë e caktuar të tyre. Pra ju pat njerëz anonim, pavarësisht se kanë një pushtet për shkak se marrin një autorizim nga kryeministri. Po ashtu ju duhet keni parasysh që zoti Rama e përdor këtë kartë për të justifikuar tek ndërkombëtarët. Pse? Në një moment të caktuar kur do të ketë një presion ndaj zotit Rama për qeveri, vetë zoti Rama do të thotë: unë qeverinë teknike e kam se pothuajse gjithë këta janë teknokratë. Tani thjesht më duhet pakti politik me Sali Berishën që të normojmë mos duhet të bëjmë modelin e 2017 ashtu siç Rama bëri me Lul Bashën. Por këtu duhet keni parasysh diçka shumë të qartë. Çfarë? Modeli Lul Basha dështoi, por Rama ka një model tjetër. Modeli shkojmë në zgjedhje të parakohshme në çdo kohë. Pra, mirë nga njëra anë futa disa ministra anonim, por nga ana tjetër, zoti Rama në çdo kohë, dhe çdo kohë do të thotë çdo moment, sot, nesër, për 2 orë, mund të thotë dua të shpërndaj parlamentin sepse dua të shkojmë në zgjedhje të parakohshme për 2-3 arsye. Prandaj, ngjarja e sotme ishte një ngjarje procedurale që s'ka fare vlerë për të marrë më shumë për arsye sepse në Partinë Socialiste vetëm zoti Rama është, nuk ekziston dikush tjetër. Pra, Partia Socialiste ka humbur jo vetëm destinacionin e saj si një parti që prodhon figura politike, por është shndëruar si një subjekt politik i cili përveç figurës kryesore të kryetarit ka prodhuar funeralet politike brenda Partisë Socialiste. Mendoni se mund të ketë përçarje brenda Partisë Socialiste? Në Partinë Socialiste e nderuar ke përçarje nga 2021 në vazhdim, po thjesht përçarja ka qenë e mbuluar për shkak të paras dhe pushtetit. Duke munguar njëra nga të dyja, sigurisht që sjell probleme brenda Partisë Socialiste, por duke qenë se pushteti është ende i vazhdueshëm, do të thotë që ka thjesht grupime dhe fraksione brenda Partisë Socialiste. Për ata që mendojnë që Partia Socialiste nuk ka konflikte, gabën ose nuk duan ta pranojnë për shkak se dinë të vërtetën. Por Partia Socialiste ndër vite ka qenë një parti konfliktuale, por ajo që fillimisht e përsëris për arsye që duhet ta kuptojmë edhe ne si dëgjues është që Partia Socialiste kur është në pushtet mbulohet mbi pushtetin, pra problemet mbulohen mbi pushtetin e saj dhe duke qenë se mbulohen mbi pushtetin, ajo që ne na bën të kuptojmë është që ata janë shumë të fortë, por nuk janë shumë të fortë, janë akoma më të dobët se sa ju mund ta imagjinoni. Prandaj, konfliktet brenda Partisë Socialiste kanë nisur, janë në vazhdim dhe sigurisht ka grupime të cilët kërkojnë
patjetër të kenë vëmendjen, patjetër, po përveç vëmendjes kërkojnë të kenë edhe influencë. Tani këtu është gjithë ky konflikt që ka lindur. Influenca për çfarë arsye duhet të jetë? Çfarë përfitimesh duhet të kemi për influencën? Sepse influenca nuk kupton tek aspekti vendimarrës. Dhe në rast se në aspektin vendimarrës kërkon që kjo influenca të imponohet kundrejt kujt grupimit, çfarë duhet ky grupim të përfitojë dhe çfarë duhet ky grupim të parandalojë. Dhe prandaj kanë lindur këto konflikte, do të thënë edhe këto gropa, sepse mos harroni një fakt tjetër që zonja Spiropali për herë të parë ka dalë në publik dhe thotë që unë tha, e mësova lajmin e shkarkimit nga zoti Berisha. Po. Pra, në rast se ka shkuar pastaj më vonë në lidhje me këtë. Po, përdej Parti Socialiste dhe ka shkuar lajmi edhe te zoti Berisha, do të thotë që fraksionet kanë ngushtime brenda Partisë Socialiste dhe është si puna atyre që e kemi thënë vazhdimisht tek ju, që kanë marrëveshje dhe nga marrëveshje që kanë përfituar njëri dhe tjetri. Kur prishet marrëveshja, njëri të spionon dhe këta e ka zakon Partia Socialiste, sepse mos harroni manualin që ka të zakonshëm 1944 në vazhdim. Dhe pikrisht ky manual u shfaq edhe dje nga zonja Spiropali. E kuptoj. Kthehemi tek ngjarjet në kuvend. Dje u mbajt seanca plenare ku në renditën nuk ishte pika dhe çështja për imunitetin e zonjës Balluku. Tani pse s'përdritet qeveria për ta mbrojtur Ballukun dhe nuk pranon që t'i heqë imunitetin? Shiko, heqja e imunitetit duhet ishte hequr sipas drejtësisë së zotit Rama 2022-2025 brenda një deklarate të zotit Rama që zoti Dumani, pra zgjatimi i Asamblesë së Partisë Socialiste zoti Dumani, të bënte garipin dhe të merrte autorizimin dhe të arrestonte zotin Ahmetaj. Ndërsa zoti Rama sot e pengon drejtuesin e ri të prokurorisë zotin Brown, madje e ul edhe nivelin e tij profesional por e administrativ si drejtues dhe e fut në telashet e procedurave. Pra, kush ka qenë prokuror më i fortë? Ai i cili e merrte miratimin me cilësinë e zëvendës kryeministrit zotin Ahmetaj me një deklaratë të zotit Rama, apo ai i cili sot është drejtuesi i prokurorisë dhe nuk ka mundësi të marrë autorizimin sepse duhet presi procedurën e tërziatur. Pra, këtë nuk do ta themi ne, po ja lejmë qytetarëve ta mendojnë dhe ta logjikojnë ata. Ku ishte drejtësia e pavarur? Atëre kur ja lëshoi me deklarat, apo sot që ti e mban aty me procedurë duke thënë që duhet presim institucionet të tjera të japin përgjigje dhe në fund fare Partia Socialiste do marrë vendimarrje, ku ndërkohë Partia Socialiste dhe zoti Rama 2016 në vazhdim thoshte drejtësia që unë reformova, Spaku që unë reformova, Altin Dumani që i dha spatën, të gjithëve këtyre i thoshte që Partia Socialiste nuk bëhet avokati askujt. Tani kush vua nga koherenca? Unë apo ti, apo Edi Rama? Se unë gjykoj që Edi Rama vua nga koherenca. Dhe t'ja themi dhe qytetarëve, dhe ata të cilët akoma mendojnë se procedimi penal apo heqjen e imunitetit është faj e Berishës apo Metës. Sepse ka edhe njerëz që besojnë tek UFO. Po unë nuk mund të bëj dakord që UFO-t ekzistojnë. Po ka njerëz që besojnë. Po unë nuk besoj që faji është i Ilir Metës dhe Sali Berishës sepse prishën marrëveshjen e tyre Edi Rama dhe Belinda Balluku. Këto pastaj besoj janë fjalë të cilat thuan lart të poshtë. Punë teorisht. Këto fjalë që thuhen lart të poshtë janë tek analistët që nga mjesi deri në darkë 2022-2025 e kishin bërë Altin Dumanin. Njeriu që do shpëtonte ne, familjet tona, Shqipërinë, të ardhmen, prosperitetin, ai përpara dhe këtë kërkon gardian se ta ruajnë se pas ka bërë masën ai gabim, ku e di unë, nuk e di. Mos gabofsha, edhe kërkon mbrojtje. Një person kërkon mbrojtje kur ka bërë diçka që nuk shkon mirë. Se nuk është se Altin Dumani u përplas me organizatat kriminale dhe bëri namin e madh, leja të dëshmitarin fantazm që del dëshmitari sekret edhe del edhe jep dëshmi ky
si quhet dëshmitari Dumani, që është ky anonimi që e kanë aty duke mashtruar nga mjes deri në darkë. Pra, çfarë duhet kuptojmë? Duhet kuptojmë që zoti Dumani u përdor politikisht nga Partia Socialiste. Ky është fakt konkret. Sepse pse zoti Brau nuk e mori autorizimin nga zoti Rama me një deklaratë, edhe presim kaq shumë procedurë të mëdha. Prandaj, ajo që duhet kuptojmë, duhet të analizojmë, dhe tani vjen analiza. Në seancën plenare, mendimi im është ky, duke qenë se drejtësia është e Partisë Socialiste, duke qenë se nga kjo drejtësi e Partisë Socialiste, zoti Berisha, zoti Meta, zoti Mediu, edhe funksionarë të tjerë të partive opozitare, janë në telashe me drejtësinë e Partisë Socialiste dhe Edi Ramës, në datën 12 mars mos të shkelin në seancën plenare duke legjitimuar shohun politik që mund të bëjë zoti Rama. Pse? Sepse 83 mandate i ka zoti Rama me ndihmën e zotit Dumani. Pra, edhe sikur unë shkoj me 50 deputet, nuk e fitoj 71 në zotëri. Jo, se numrat flasin vetë. Numrat flasin vetë, patjetër. 83 plus Tom Doshi 86. Po, le të marri tani e tutje kosto politike Partia Socialiste e Edi Rama që mashtronte qytetarë dhe thonte imuniteti nuk është privilegj. Dhe tani ti thot shqiptarëve, po, unë bie kundërshtim ato që thonë që po, imuniteti që ka privilegj dhe unë nuk e lëshoj Belinda Ballukun. Po ta bëj ai e vetë në seancë, të shkoj vetë në seancë edhe mos bëj turpin Partia Demokratike të mbahet dhe të qëndrojnë atë seancë, sepse në rast se duan socialistët të votojnë raportin e Partisë Demokratike, le të shkojnë dhe ta votojnë. Pse kanë numrat, kanë 83. Në rast se do të ishim në kushte që Partia Socialiste kishte 71 vota, atëre jam dakord që po shko, sepse mund të bëhet në një lëvizje e fundit. Po duke pasur 83, plus edhe Tom Doshi brenda, 86, çfarë do mundesh ti me çfarë do bësh? Ti mund bësh të gjë, po do jetë kundër teje. Vajtja në parlament dhe disfata që mund të ndodh është që ti vendos partinë socialiste në pozita komode dhe në sy të publikut i thua bëj një pakt me Edi Ramën që 50 i kam unë, edhe 20 mi çon Edi Rama ose 30 mi çon Edi Rama dhe votojnë atë që do Edi Rama, pra arrestimin e zonjës Balluku për faj të rrjedhjes së brendshme që ka konflikt Partia Socialiste me Thënza, plus 50 të Berishës. Edhe Berisha e futi Belindën në burg, se futa unë, pavarësisht se kishte rrjedhje, se s'dori unë marr kam zhikun apo pistoletën duke ia vënë secili dhe them votoni kështu si them unë. Qartë. Pra loja është e bukur, e fortë, por nuk duhet të ndodhi. E bukur është që Partia Socialiste mos të marri fare pjesë në atë votim. Për herë të parë do të shikojmë ngjarje më të mirë të paimagjinueshme, që s'është parë ndonjëherë. Partia Socialiste mos të marri pjesë, sepse ka frikë nga vota e saj. Por unë them, Partia Demokratike dhe partitë e tjera politike që janë goditur në mënyrë të padrejtë nga një spak Partisë Socialiste, nga një zjatim i Asamblesë së Partisë Socialiste në krye të spakut zoti Dumani. Prandaj them që e gjithë kjo situatë kërkon këtë analizë të qetë dhe të ftohtë. Desha t'ju bëj një pyetje, nëse mendoni apo jo për shembull që Balluku mund ta ketë marrë peng Ramën, ose Rama ka peng Ballukun, mos ndoshta Balluku di diçka më shumë mund ta kompromentoj Ramën për sa i përket karrierës së politike. Sa i thoshte me kabinetin më përpara, jo me këtë të ri që u zgjodh, që unë me kabinetin tim do shkojmë BE. Po çfarë po ndodh tani realisht me këto shkarkimet me, domethënë si e komentoni ju, a mendoni se është peng i Ballukut Rama? Atëre, pengmarrja që ne flasim shpeshherë ndaj një pozicion të një personi që don të frenojë diçka apo don të
imponoj të një person diçka, sigurisht që nuk kupton një prishje marrëveshje dhe përveç kësaj nuk kupton edhe një frenim të situatës për interes të të dyja palëve, sepse dikush mund thotë që marrëveshja ose pegmarrja ka pozita të ndryshme, por ju duhet keni parasysh që te pegmarrja duhet kemi dhe role. Pra, roli i Zotit Rama që t'jetë peng, do të thotë që ka një rast që e bën që t'jetë peng. Zonja Balluku që t'jetë peng, do të thotë që ka një rast që t'jetë peng. Dhe këto po t'i lidhin të dyja bashkë, sigurisht që kemi të bëjmë me pengmarrje. Por, Zoti Rama tek pengmarrja, çfarë humb? Karriken e tij apo humb diçka që nuk ka ndonjë kosto politike për te? Sepse tek zonja Balluku kemi pikrisht një kosto politike. Çfarë? Një vendim të gjykatës, atë e hoqi nga pozitat e qeverisë. Dhe një kërkesë e SPAK-ut është në tentativë për ta hequr nga pozitat e qenurit deputet për shkak të imunitetit. Për ta arrestuar fare, jo për ta hequr. Për ta arrestuar. Më rënd akoma. Akoma më e rënd. Pra, në këtë situatë duhet të sillim në vëmendje tek qytetarët shqiptar atë që flasin për drejtësinë. Pra, cila është drejtësia që beson Zoti Rama dhe zonja Balluku? Tek drejtësia 2022-2025 apo te drejtësia që duhet të jetë reale e vërteta, ajo që duhet të ndikojë të çdo qytetar me imunitet pa imunitet? Pra, këtu nuk kemi të bëjmë me pengmarrje. Këtu kemi të bëjmë me perceptimin e drejtësisë. Drejtësia e 1944 vazhdon akoma dhe sot. Pra, me reformën në drejtësi nuk sollëm drejtësinë. Sollëm çfarë? Pikrisht sollëm manualin e mëparshëm 1944 në vazhdim. Dhe nuk jam dakord me asnjërin që thotë kemi të bëjmë me pengmarrje drejt për së drejtë. Sepse po të dyja palët, në rast se janë në kushtet e pengmarrjes, kanë diçka për të fshehur, kanë po ashtu diçka për të përfituar secila prej tyre. Është më shumë çështje drejtësisë tonë jo. Pra, e gjitha kjo është vetëm çështje drejtësie. Okej. Është drejtësia e Partisë Socialiste apo drejtësia reale? Unë e them me plot bindje. Për shkak të mungesës së koherencës së Zotit Rama, është drejtësia e Partisë Socialiste që vazhdon dhe vepron me manualin e 1944-s. Dhe nuk është as thjesht vepra penale, as thjesht ndikimi për të ushtruar ndikim tek personat të tjerë të cilët janë pjesë e komisionit të vlerësimeve. Prandaj, mendimi im për ju dhe për opinionin publik është kjo. Drejtësia e Partisë Socialiste është ajo që po funksionon nga 2022 deri më sot, sepse Zoti Rama nuk është në pengmarrje nga zonja Balluku, por është në situatën më të favorshme që ai duket si viktim përpara zonjës Balluku që të ketë përballë saj ajo gjithmonë SPAK-un edhe GKK-n, që Rama t'i tregoj edhe asajt, edhe të tjerëve që unë të mbrojta deri në fund, po unë nuk e komandoj drejtësinë. Loja. E kuptoj. Kalojmë pak tek çështja e Spiropalit. Dje doli dhe tha që në fakt e kishte më shumë për pjesën e Berishës, që tha që nuk më pëlqen sa fjala, tha që doli ty Berish, që unë pra nuk do të jem ministre. Dhe Berisha i kthehet dhe i thot Spiropalit që ti je një viktimë e parëndësishme e Ballukut. Mos ndoshta Spiropali ka dashur ti merrte vendin si zëvendës kryeministre Ballukut, mos ka qenë gjë xheloze, si e mendoni, si e shihni? Shiko, për mua zonja Spiropali nuk ka ndonjë vlerësim në aspektin politik, sepse zonja Spiropali kur futet në pozita ministrore, humbet shenjën apo humbet më mirë moralin apo integritetin e saj në rast se ka. Në sy të publikut flas.
tani nuk ka është punë e saj, por publiku koncepton dhe shikon një politikan e shikon për moral, për integritet, për gjitha, edhe ja vendos në filter. E studion, Tani nga fillimi deri në e fund. studion, pra, në kuptim, pra, ke votues të cilët për shembull që nuk votojnë zonjën Spiropali, por kanë respekt sepse integriteti i saj, diçka si dhe saj ti tregon ja Ka përcjell një këtë gjë. figurë të lezetshme që atij personit i pëlqen atij votuesit. Kaq. Po, kanë pra ka qasje të ndryshme, por ne tani nuk mund të merremi me lajmin e fundit që Berisha i tha që ti nuk do të jesh në qeveri. Okej. Ne do të merrem tipikisht te kjo. A ka guximin dhe durimin zonja Spiropali të bëhet njësoj si zonja Balluku, duke qenë zëvendës kryeministre, sepse mos harroni faktin që zoti Ahmeta ka qenë zëvendës kryeministre dhe përfundoi në Burg. Po. Zonja Balluku është në rrugë sipër dhe po të vinte edhe zonja Spiropali do të ishte e treta e vërteta që do të kalbej në thonjza në Burg, për shkak se të gjithë këta të mëparshëm kanë ikur në drejt Burgut. Mallkimi i zëvendës kryeministrit. Mallkimi i Po, zëvendës vetëm që shpëtoi si zëvendës kryeministër mos gaboj, ka qenë zoti Braçi mos gaboj. Është i vetmi që në momentin e fundit tha, unë nuk firmos, edhe ai e pastroi dhe tha ik. Pra është i vetmi në këtë situatë që jemi që shpëtoi kur ka qenë zëvendës kryeministër dhe nuk është me telashet me drejtësi deri tani në këtë moment që flasim. Por mënyra se si zonja Spiropali u soll ishte një tregues që shiko dhe ne në Partinë Socialiste kemi disa zjarre që janë ndezur, kemi disa vatra dhe ne. Unë mendoj se ishte një lojë e mirë menduar, e organizuar, që të jepet mesazhi që po kemi ne kontradita brenda vetes, kemi qëndrime të ndryshme, por në fund fare partia është më e madhe se sa interesi personal. E kuptoj. Dhe mënyra se si u soll ajo, u soll duke treguar një prezencë leadershipi kundrejt një krize që aktualisht po zhvillohet në Partinë Socialiste. Por kujdesni, zonja Spiropali, për mendimin tim, në rast se nuk bën gabimin që të i ofrohet një pozicion drejtuese në qeveri, nuk e bën këtë gabim, dele përfituar. Në rast se shkon dhe bën një gabim, jam i bindur që do të përfundojnë në statistikat e SPAK-ut. E kuptoj. Por e marrim të mirëqen që zonja Spiropali nuk e bën gabimin, nuk rikthehet në qeveri, ajo mund të jetë në të ardhmen kandidate për presidente me votat e Partisë Socialiste, se zoti Rama duhet ta spostoj tani. Ajo shfaqi atë çfarë shfaqin e saj politike dhe zoti Rama e ul nga karrikja e ministres, e çon presidente për shkak se i jep një profil shumë të ulët, pra si deputete, që s'ka ndonjë gjë, mund të bësh president, po si ministër të bësh deputet, të bësh president nuk shkon, si nuk shkon, nuk ngjan. Mirë. Pra, në këtë formë, ai thotë që unë po të përgatis ty për një pozicion shumë të lartë, sepse unë nuk mund të kem ty këtu në Partinë Socialiste. Se unë dua të jem në Partinë Socialiste derisa të vdes, si është Saliu. Pra, personat të cilët janë aktualisht në Partinë Socialiste edhe shfaqin këtu te personaliteti, integriteti, një përqyrshmëri për te partisë, por tek antarësia e kanë të sigurt, Rama do përdori mekanizmin që do të godas zonjën Spiropali, duke ja hequr ato atributet që ne themi të qenurit një kandidate për kryetare Partisë Socialiste. E kuptoj. Pra, zoti Rama o e çon për presidente republike, o në maksimum e çon për kandidate për kryetare Bashkisë së Tiranës. Atë bashkisë, okay. E 2027-s. Okay. Por në të dyja rastet,
zonja Spiropali nuk do ketë mundësinë të mundi zotin Rama, sepse duke qenë presidente do ulet sigurisht që president nuk ka një rol aktiv partjak, por duke qenë kandidate për kryetare bashkisë dhe në rast se fiton Bashkinë e Tiranës, do i duhet 4 vite derisa të kuptoj mënyrën e punës në bashki dhe derisa të marrë influencën e dur në bashki, që ajo nesër të ripërsërisë historikun e zotit Rama që të shkojë të marrë Partinë Socialiste dhe të godasi si zoti Rama fatos nanën, Elisa Spiropali Edi Ramën pas shumë vitesh që historia përsëritet, por me pozita edhe ky skenari tjetër. Por do ishte shumë e bukur sepse ajo shkon kryetare Bashkia e Tiranës, pra në rast se zgjidhet, dhe në çdo moment, po për shkak të situatës që derisa të shkojnë në zgjedhjet e 2027-s, do shkojmë në zgjedhjet e 2027-s, në rast se nuk shkojmë në zgjedhjet parakohshme që të përgjithshme në 2029-ën, a kupton? Okay. I bën që ajo po u zgjoll në 2027 deri 2029-s 2 vite në bashki, akoma nuk janë pjekur kushtet, dhe pas 2029-s është goditje ndaj zotit Rama, sepse pikërisht zoti Rama nuk mund të qëndrojë më kryetar Partisë Socialiste. Dhe ajo ja merr stafetën. Dhe zoti Rama tani duhet përdorë mekanizmin o pranon paktin që zoni Spiropali ta kandidojë për Tiranën, edhe të pranoj që kjo do të jetë ajo që do ta zëvendësoj, o e çon si presidente që të ketë përfundim politik të saj dhe ta lë karrierën e politikës si presidente. Këto janë 2 rrugët që zoti Rama do t'i japë zonjës Spiropali. E qartë. Po për zhurmën e madhe që u bë dje në lidhje me Toland Badhën, Albano Vokshin, ti i thoshte të kam numër 0900-ën, shpërtheu opozita aty, filloi Bardhi me të çara, ti i ndyr, ti i flisir, ti ashtu, ti e kështu. Qa nuk kuptote Balla me atë gjën? Se më vonë si ajoj, po mos kishte ndonjë nën kuptim tjetër. Shiko, te ky konflikt unë kuptoj është ai konflikti momentit që fillon ajo sedra e madhe, ajo përballja e moralit. Shikojmë një parti socialiste që kur opozitarët ngrejnë gishtin, fillojnë edhe aktivizojnë të gjitha të shoqatat me të drejta pa të drejta, djathtas majtas, si shoqatat që janë. Dhe sigurisht aty duhet të keni parasysh ju që zoti Balla keq përdori një gjuhë, pra keq përdori një zonjë me ato fjalit që ai gjithmonë i thot, por ju nuk pat që shoqatat të ndërhynin dhe të kërkonin masa kundër zotit Balla. Edhe kuptoni sot ju se si një ambasador i Bashkimit Evropian, që është për të drejta, nuk ka dalë të paktën të bëjë një deklarim të tillë, edhe të thotë që dënojmë dhunën e ushtruar dhe dhuna seksuale ndaj një deputeti të Parlamentit shqiptar. Pra ajo 0900 mund të ketë pas konotacion dhunë seksuale. Po normale, sepse në rast se ju e dini shumë mirë, ajo i numër dhe ato numra kuptojnë për çfarë bën, çfarë janë. Jo, me thënë drejtën tani po e marr vesh. Po edhe unë tani e mora vesh edhe u se dira. Jena kalu në moshën rinore, thjesht të gjithë kemi qenë shenjtor. Kemi qenë dhe jetojnë në për manastire, kupton, edhe atje kemi qenë murgjër. Tani, dëgjoj tani. E vërtetë është që këtu kemi një goditje të madhe. Goditja është morale. Partia Socialiste ka humbur destinacion nga morali, pra nuk ka lidhje fare. As skuqen, as përcollohen, duke vjedhur nga mjes deri në darkë, as kanë dinjitet që të paktën ta shkarkojnë dhe ta çojnë atë në rrugën e dur, në destinacionin e dur. E vërteta është që mungesa e shoqatave dhe të ambasadorit të Bashkimit Evropian për një reagim kundër kësaj dhune është treguesi i qartë që kjo parti, kjo qeveri ka kapur çdo organizatë, çdo shoqatë. Prandaj jam i bindur që çdo gjë mund ta bëjmë ne kundër këtyre pa u marrë me
ata të shit bleur, të cilët vazhdimisht shikojnë që dhunën e ka vetëm opozita, ndërkohë që dhuna buron nga qeveria. E kuptoj. Dhe për pyetjen e fundit për ta përmbyllur, do shkojmë pak në Kosovë. Shpërndahet kuvendi atje pasi nuk u arrit dot që të vendosej për presidentin të Kosovës, dhe presidenti aktuale Vjosa Osmani normalisht shpërndau kuvendin. Rrjedhimisht Kosova shkon zgjedhjet parakohshme. Tani u pa sikur u vendos një stabilitet atje politik, po në fakt nuk ishte ashtu siç dukej. Si ma komentoni, çfarë opinioni keni, si e shikoni? Shumë shkurt. Po, duhet keni parasysh diçka. Kur un kam komentuar zgjedhjet e para që ndodhen në Kosovë dhe deklaratën e zotit Grenell, shumë gazetarë që kam komunikuar në Kosovë më kanë thënë mos ki fare asnjë shqetësim, sepse ne qeverinë e kemi marrë, do formohet qeveria dhe kam gati 1 vit me radhë, po pres të formohet qeveria dhe në fund fare dhe sot akoma nuk kemi një qeveri e cila të jetë e formuar dhe në vazhdimsinë e punës së saj. Pra të ketë një mandat të qartë dhe të vazhdojë dhe mos kemi ndërprerje. Kjo gjë u vërtetua që po kisha të drejtë dhe sot them të vërtetën, sapo mora lajmin, komunikova po me të njëjtët gazetarë, më thanë do flasim në darkë sepse jemi të angazhuar me punë të tjera. E mirë kuptova. Dhe dua t'ju them që Republika e Kosovës ka diçka ndryshe nga Republika e Shqipërisë. Atje institucionet respektohen, ndërsa këtu tek ne institucionet gjithmonë janë në varësi të një grupi të caktuar. Ju do të shikoni që ndryshimet kushtetuese të 2008-s bërën sot që zoti Rama mos të pyes për president dhe ta përdori presidentin si ato qese një përdorimshme që në kuptojnë që të përdoret të flak në çdo moment. Prandaj, ajo që unë them për rastin e Kosovës është kjo. I lumt zonjës Osmani që bërë një goditje kundër një individit që vjen edhe bën pjesë e Sorosit, një individit i cilit nuk ka folur për gjykatën speciale, një individit që nuk doli me fuqinë dhe me forcë më të madhe të thotë e çfuqizohem me një ligj dhe me një nen atë gjykatë e cila nuk i shërben sovranitet të Kosovës dhe nuk lind asnjë dyshim mbi veprimtarinë e UÇK-s, dhe në të njëjtën kohë shkoj në zgjedhjet e parakohshme sepse unë dua të mbroj interesin e Kosovës, por edhe interesin kombëtar shqiptar, sepse Kosova dhe Shqipëria janë një në aspektin kombëtar. Okay. Pra, këtë gjë duhet ta kishte thonë zoti Kurti kur e dinte që do të vinte situata e konfliktin me zonjën Osman. Duke pritur dhe duke ditur zoti Kurti që kjo situatë do të ndodhë, sa e dinte ai, se besoj se s'e dinte, se i ka studiuar të gjitha ato skenaret, unë kuptoj që zoti Kurti e ka si plan të azjesoj politikisht zonjën Osmani dhe përveç kësaj të godasi zotin Trump për shkak se të 2 bordet zonja Osmani ka qenë në vëmendje absolute të presidentit zotit Trump. Edhe duhet t'i tregoj qytetarët Kosovës që shikoni, unë jam këtu. E desh Trumpi po i injoroi Kosova. Po. Pra, edhe për tregu dhe veten që unë jam këtu, domethënë, mos më injoroni. Mos keni çfarë të bëni. Unë jam Rama 2 i Ballkanit. Se 3 është Vučići. Dhe pastaj shajmë ne Vučićin dhe na del më keq Kurti si Vučići. E kuptoj. E kupton tani se si është e gjithë kjo. Mirë që Ramën nuk e shajmë në aspektin të interesit kombëtar, që mos cenohet Kosova. Por ke Vučićin atje, ke Kurtin atje, ke dhe Ramën këtu. Rama 1, Kurti 2 dhe Vučići 3. Kur të tjerët janë sot tek UÇK-ja dhe po bëjnë atje gjyqin të padrejtë dhe thonë jo do shi dhe do bli dhe këto, ndërsa Kurti do të jetë personi i cili do të dëmtojë interesat e Kosovës. E kuptoj. Se do të detyrohet. Pra,
o Osmani presidente, o ti do vish në shtëpinë e bardhë dhe do rikujtoj marrëveshjen e coptimeve të asaj kohe Vučići, edhe ai ish kryeministri fantazm që ishte ai i Kosovës, më se as mos po vjen për momentin. Se kanë kaluar, imagjino Kosova sa vite shtet kanë kaluar 100 kryeministra. Shqipëria kaq vite shtet, këtu kemi kryeministrat akoma po i mbajmë derisa të çojmë në pension. Prandaj them e gjithë kjo situatë që ndodh me Kosovën është shqetësuese dhe kërkon patjetër stabilitet të brendshëm politik në Kosovë dhe patjetër në Shqipëri stabilitet për shkak të një rreziku të mundshëm nga Serbia. Unë mendoj se zonja Osmani bëri mirë, po nuk e di për arsye se është politike e brendshme dhe unë të them vërtetën nuk jam marrë shumë me politikën e brendshme të Kosovës, po duke pa nga jashtë dhe duke marrë informacione të disa gazetarëve dhe disa personave që flas atje, mendoj që në rast se zonja Osmani dështon për të u bërë presidente, mendoj, them vërtetën, që ajo ka bërë një pakt me LDK, që në rast se shkojnë në zgjedhje dhe LDK-ja merr dhe fiton përsëri, pra merr më shumë deputetë se sa morën në zgjedhjet e fundit, ajo mund të përgatis që ajo të marri drejtimin e LDK-s si një nga rastet më ekstreme, në rast se shpallja e zgjedhjeve të parakohshme i jep favor tek LDK-ja dhe ringrihet përsëri dhe shkon më lart në zgjedhjet e ardhshme. Ju kuptoj, zoti Gylçen, ju falenderoj shumë për intervistën, për kohën. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shpresoj t'ju kemi në intervista të tjera. Mirupafshim. Mirupafshim. Ishim në intervistë me zotin Gylçen Shlima për të folur për debatet të cilat ndodhen ditën e djeshme në Kuvend dhe jo vetëm. Për më tepër kontent, për mbajtje dhe video, bëni subscribe në kanalin e YouTube të Agora News dhe bashkë me mua mirupafshim.